Je të folë për ideologji, je të folë për orientim të partive politike. Në një kohë kur e keni parti që po e mban pushtet, natyrisht në mënyrë si mas meje, në mënyrë të dhunshme, sepse kushtetuta dhe ligjet tona nuk e kanë para pa një situatë kur përfundon një kuvend mandatin, vazhdon me ushtru funksionin, keni vendim të Gjykatës Supreme që thotë nuk mundesh me marrë vendime të reja, por i menaxhon ato paraprake. Kemi shpërbamjet kuvendit dhe këta ende me vazhdu me ushtru funksionin e ministrave, të kryeministrit. Është një nonsens. Një nonsens juridik që mbase kur ligjvendësi, hartuesit e ligjeve të kushtetutës nuk e kanë para pa një situatë e tillë. Dhe kjo neve na ka detyruar si shtet, si institucione të drejtësisë, përkatësisht gjyqin kushtetues, gjykatën kushtetuese, që ta rishkruaj kushtetutën me anë të aktgjykimeve për shkak të pa parashikueshmërisë së Albin Kurtit. Do me thonë është dashur këtij çdo ditë më janë mbyll ka një vërim që mos me vazhdu me shkel kushtetutën, mos me vazhdu me cenu rendin juridik. Dhe tani nëse keni parti të tillë politike, e cila po hyn e zgjedhë pa plan program, e cila ne nuk e dim se ç'a do të bëj për shëndetësinë, ç'a do të bëj për arsimin, ç'a do të bëj për ambientin, ç'a do të bëj për kategoritë sociale, për veteranët e luftës, për institucionet në përgjithësi, sepse është pa çka bën, e kemi pa këto 5 vjet se çka bën. Vetëm si me thonë, a dut në politike ka, me thonë tjetëri, ti je me Serbinë. Ti je me Radojqiqin, ti je me Vučićin, dhe si mas këtyne, po delë se ma shumë se gjysma e popullit shqiptar të Kosovës është me Serbinë dhe me Vučićin. Se tashme ata nuk janë shumicë, me zgjedhjet e fundit që patëm. Si ka mundësi tash me u ballafaqu me plan program për ekonomi, për ambient, për shëndetësi, për çka do të qoftë, më dikoj cili fare nuk ka plan program. Ai thotë ti je me Serbinë. Ai thotë Ramushi ti je me Serbinë. Në këtë kontekst është goxha iluzion me mendu, me hyrë në një garë, apo me themelu një parti politike që ka një plan program të caktuar, një vizion të caktuar, në një ambient kaq të kontaminuar politik. Ne diskutojmë në Rubikon për çto çështje, çto pika. Nuk ka kur gjë ma problem se sa dikush me rajt edhe me shpif dhe ti me umbrojt. Ti du të mja nis me demantu.